Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku një baklava shumë të thjeshtë, shumë të shpejtë dhe shumë të shijshme. Gjithsesi këtë recetë ju mund ta ruani dhe ta përgatisni për çfarëdo lloj rasti që keni në familjen tuaj, pasi me të vërtetë kjo recetë ja vlen dhe baklavaja në fund fare del shumë e mirë. Unë e kam përgatitur për iftar për familjen time dhe sot vendosa që recetën ta ndaj edhe me ju, duke qenë se është një recetë që përgatitet shumë shpejt dhe me pak përbërës, prandaj le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Si fillim, dua t'ju them që për përgatitjen e kësaj baklavaje do të përdorim petë të gatshme. Kush të dëshiroj, petët mund t'i hap edhe vetë. Përpara se të nisim me përgatitjen e baklavas, në fillim do të përgatisim sherbetin. Do të bëjmë sherbetin së pari, pasi na duhet që sherbeti në fund fare të jetë i ftohtë, dhe duke qenë se kjo baklava përgatitet shumë shpejt, e përgatisim sherbetin dhe e lëm që të ftohet mirë. Për sherbetin, në një tenxhere do të shtojmë 2 gota me sheqer, ose në këtë rast mund të përdorni filxhan të mëdhenj kafeje, edhe do të shtojmë aty edhe 2 gota plot me ujë, si edhe pak lëng limoni dhe më pas sherbetin e vendosim në zjarr mesatar që të marrë val. Kur shikoni që sherbeti ka filluar të zjejë dhe të fillojë dhe të trashet pak, tani sherbetin e kemi gati. Pra mund ta lini të zjejë në zjarr mesatar për 7 ose 8 minuta dhe më pas sherbetin mund ta hiqni nga zjarri dhe e lëm që të ftohet komplet. Pasi sherbeti është gati, tani do të përgatisim baklavan. Unë për përgatitjen e kësaj baklavaje kam përdorur një pako me petë të gatshme, por për ta bërë baklavan pak më të trash, unë i kam ndarë 15 copë në mes, në mënyrë që 15 copë t'i shtroj poshtë dhe 15 t'i shtroj sipër, pra ta bëj në total me 30 petë, duke qenë se në këtë rast tepsinë e kam të vogël, por nëse keni tepsi më të madhe, sigurisht do t'ju duhet të përdorni ndoshta 2 pako me petë të gatshme. Si që shikoni edhe në video, në tavolinën e punës kam vendosur petët e gatshme, arrat e thërmuara, që në total kam përdorur rreth 200 gram arra të thërmuara. Gjithmonë sasia e arrave që do të përdorim varet shumë edhe nga tepsia ku do të përgatisim baklavan. Gjithashtu kam përgatitur edhe masën e gjalpit. Për ta bërë baklavan sa më të shijshme dhe sa më të shkrifët dhe me një aromë shumë të mirë, unë në këtë rast kam përdorur 3 lugë gjelle me gjalp, i kam shtuar 1 ose 2 lugë gjelle me tlyn ose gjalp të shkrirë, recetën për të cilin e kam sjell edhe në kanal, dhe gjithashtu i kam shtuar masës edhe 2 ose 3 lugë gjelle me vaj, duke qenë se në këtë rast do ta bëjmë baklavan me petë të gatshme. Do të bëjmë prerjen e petëve sipas madhësisë së tepsisë. Unë kam vendosur tepsinë sipër petëve dhe më pas kam prerë petët aq sa që është edhe madhësia e tepsisë. Dhe tani procesin e shikoni edhe në video, procesi është shumë i thjeshtë, do të bëjmë thjesht shtrimin e petëve në tepsi. Baklavan do ta bëjmë me 2 shtresa, një shtresë me 15 petë do ta shtrojmë poshtë dhe shtresën e dytë me 15 petët e tjera do ta shtrojmë sipër arrave. Pra arrat do t'i vendosim në mes. Do të shtrojmë 15 petë në pjesën e poshtme, duke i lyer çdo petë me masën e gjalpit që kemi përgatitur. Duke qenë se në fillim ju e pat që unë i preva petët sipas madhësisë së tepsisë, gjatë shtrimit të petëve, edhe petët që më tepruan nga prerja që unë bëra, i kam futur në brendësi të baklavas. Nuk ka asnjë problem, baklavaja në fund fare nuk dallon fare që keni futur këto petë, pasi duke vendosur atë njëra mbi tjetrën, krijohen shtresat e baklavas. Mos harroni që pas çdo pete të lyeni nga pak me anë të një furçe nga masa e gjalpit që kemi përgatitur. Nëse dikush nga ju nuk ka gjalp të shkrirë ose tlyn në shtëpi, shumë mirë, mund mos përdor fare. Pasi kemi arritur tek peta e 15, tani do të shtrojmë edhe arrat. Arrat unë i kam thërmuar
Ju mund të shtoni arra sipas dëshirës dhe sipas shijeve tuaja, gjithashtu duke e përshtatur edhe me madhësinë e tepsisë. Pasi niveloj mirë arrat në tepsi, tani do të filloj me shtrimin e petëve të tjera për pjesën sipër të baklavas. Edhe në këtë rast, çdo petë do ta lyej me masën e gjalpit të shkrirë. Kush ka dëshirë, petët mund t'i hap edhe vetë. Në kanalin tim ka edhe receta të tjera të përgatitjes së baklavas me petë të bëra vetë në shtëpi. Duke qenë se koha kur përgatisim iftarin është shumë e shpejtë, unë këtë herë vendosa që baklavan ta përgatis me petë të gatshme. Prandaj edhe nëse ju nuk keni kohë apo keni dhe angazhime të tjera, sigurisht mund të përdorni petë të gatshme, pasi duke përdorur këtë metodë, baklavaja del shumë e shijshme në fund. Dhe kur të mbërrim tek peta e fundit fare, petën e fundit nuk do ta lyejm nga masa e gjalpit që kemi përgatitur, por do ta lyejm vetëm me vaj. E bëjmë këtë sepse në këtë rast baklavaja është e përgatitur me petë të gatshme dhe nëse lyeni me gjalp, e para do të ndodhë që kur ta pishni baklavan në furr, ajo nuk do të marrë atë fryrjen ashtu siç duhet, dhe arsyeja tjetër është që gjalpi në pjesën e sipërme edhe mund të digjet dhe duke lyer me vaj, baklavaja qëndron më mirë. Nëse keni vënë re që kur përgatisni baklava me petë të gatshme, ajo pjesa sipër fillon që ta humbasi pak atë fryrjen e petëve apo atë volumin, kështu që kjo është edhe arsyeja se pse sipër e lyejmë vetëm me vaj. Pra jo nga masa e gjalpit që kemi përgatitur. Pasi kemi lyer me vaj, tani baklavan e presim sipas dëshirës. Unë e kam prerë kështu siç e shikoni edhe në video dhe më pas, pasi baklavan e keni prerë, e kemi gati për ta pjekur. Mos harroni që furra të jetë e nxehtë dhe unë baklavan e kam pjekur në 180 gradë Celsius për të paktën 45 ose 50 minuta. Gjithsesi, kjo varet nga furra juaj në shtëpi. E rëndësishme në fund fare është që petët, përveç se të kenë marrë atë ngjyrën e bukur të pjekjes, edhe fetat e baklavas të jenë të ndara nga njëra tjetra, por edhe të kenë krijuar atë fryrjen petët në pjesën e tyre të sipërme, siç e shikoni edhe në video. Mos harroni që baklavaja të jetë pjekur mirë edhe në pjesën e poshtme dhe kur mendoni që baklavaja është pjekur aq sa duhet, e heqim nga furra, e lëm që të ftohet pak sa të dalë ai avulli i nxehtë i furrës dhe tani e keni gati për të hedhur sherbetin. Sherbeti duhet që të jetë i ftohtë. Ne në shtëpinë tonë nuk e preferojmë shumë baklavan me sherbet, sidomos kur bëhet me petë të gatshme. Prandaj kemi shtuar pak sherbet baklavas. Megjithatë, kush ka dëshirë, mund të shtojë sherbet edhe më tepër, mund të shtoni sipas dëshirës dhe shijeve tuaja. Kur baklavaja përgatitet me petë të gatshme, për mendimin tim nuk ka nevojë për shumë sherbet, pasi petët zbuten kollaj. Megjithatë, çdo gjë varet nga shijet tuaja. Dhe pasi keni hedhur sherbetin, e lini për pak që të pushojë. Ne gjithashtu në fund fare kemi servirur sipër edhe me akullore, megjithatë kjo është në dëshirën tuaj. Le t'ju them që baklavaja në fund fare ka dalë fantastike, ka një shije shumë të mirë dhe e pat që e përgatitëm shumë kollaj, pa lodhje fare, me fare pak përbërës. Prandaj ju sugjeroj ta provoni dhe ju për familjet tuaja. Nëse kjo recetë ju pëlqeu, mos hezitoni ta ndani atë me miqtë tuaj dhe familjarët në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të jepni asaj një like, të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni se herë në kanal postohen recetat e reja. Unë ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme.
Bashkë të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.